Po afrohet dita në të cilën gjykata kushtetuese do të diskutojë ligjin për gjuhën shqipe. Nga organi më i lartë në vend konfirmojnë për televizionin 21 se me datë 20 mars të 2025 është vendosur në rend të ditës nisja për seancën konsultative me ekspertët e fushës. Ka vlen thonë se ligji nuk i plotson kërkesat e shqiptarëve, megjithatë siç është duhet të zbatohet. Bilal Kasami nga Lëvizja Besa tha se kushtetuesja nuk duhet të merret me çështje politike. Gjykata kushtetuese nuk duhet të merret me çështje politike, sigurisht që ligji si i tillë nuk i plotson kërkesat e shqiptarëve, por duhet të implementohet dhe ne besojmë që gjykata kushtetuese ka çështje tjera shumë të rëndësishme të cilat duhet t'i zgjedhë sa i përket kushtetueshmërisë. Në këtë drejtim, po të ketë çfarëdo lloj diskutimi sa i përket ligjit për gjuhët, uroj që gjykata kushtetuese të sjellë vendimin në drejtim të orientimit për implementim të njëjtit dhe sigurisht që ky ligj të jetë praktik dhe implementueshëm dhe në interes të shqiptarëve dhe komuniteteve tjera ashtu siç ka qenë edhe qëllimi i miratimit të tij. Nga fronti evropian bëjnë thirrje se gjuha shqipe nuk guxon të preket. Deputetja opozitare shqiptare Ilire Dauti tha se vetë fakti i mbajtjes së hapur të lëndës në kushtetuese të ligjit për përdorimin e gjuhëve e sheh si kërcënim të drejtë për drejtë që shqiptarët të ndihen të pasigurt në përdorimin e gjuhës shqipe. Që nuk ja kanë lënë çështjes së drejtësisë shumë çështje të caktuara, veç e kanë vërtetuar, duke filluar që nga shkelje të rënda që kanë bërë, duke filluar edhe nga vetë largimi balancuesi që në fakt prapa vetes kishte edhe vetë largimin e të drejtës së deklarimit të përkatësisë etnike, të gjitha këto janë të shkruara në programin e VMRO-s, prandaj çdo tentativë e tij për të paraqitur gjoja se i alen këto çështje drejtësisë janë veç tentativa të dështuara sepse vetë kanë dëshmuar të kundërtën. Në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar ishte seanca e parë në gjykatën kushtetuese e mbajtur për nismën e 13 subjekteve, në mesin e të cilave edhe Levica dhe VMRO DPMN kundër ligjit të gjuhës shqipe. Atë periudhë u shoqëruan me protesta të organizuara nga Fronti Evropian, duke dhënë mesazhe për mos prekjen e këtij ligji, i cili sipas tyre ishte njëri nga bazat e marrëveshjes së Ohrit pas konfliktit të vitit 2001.